pasi kam parë dosjen me vëmendje, kam nxjerr edhe disa prova indirekte, të cilat çonin atë që realisht kemi të bëj me një rrëmbim dhe që vlerësova që nuk është dukur, domethënë vajza nuk ka qenë trafikim, po dhe që ti marri organet apo me këtë qëllim të ishte bërë rrëmbimi i saj, por më shumë më quan drejt një piste të një në thonjzat moralit që pretendonin që vajza nuk është e babait, domethënë i ka të regjistruar, edhe për të rrjedhoj, domethënë si rrjedhoje kësaja për të mbuluar gjoja këtë turp, ja bërë veprime ndaj fëmijës. Paka shumë, domethënë kjo ishte si pista me besueshme që duhet të vazhduar hetimi. Dhe kemi arritur tani që çështjen t'ja kalojmë spakut, sepse kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal. Nuk është një person i vetëm që ka bërë rrëmbimin, ka qenë planifikuar kohë më parë dhe që janë organizuar për ta bërë një veprim të tillë. Organizimi është me një numër të konsiderueshëm personash, ka dhe ekzekutor në të. Ekzekutori madje na rezulton që është një person që po për të njëjtën vepër penale për rrëmbim personi ka qenë në akuzë dhe pastaj ka dalë i smur psikik edhe është mbyllur në spital, por nuk ka marrë dënimin.